Çka është obligim për burrat e jo obligim për gratë? Namazi gjumas. Sa kohë pas Ademit, njerëzit vazhduan dhe qëndruan në islam të pastërt. 10 shekuj. Vazhdo hadithin, më së shumti që do të fut njerëzit në xhennet është devotshmëria dhe morali i mirë. Në cilin vit është bërë obligim agjërimi për muslimanët? Dë Hijr. Cili prej këtyre nuk jetoi në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Omer ibn Abdulaziz. Like videon dhe tregoni sa përgjigje të sakta i keni gjetur.